nuk ka fije shprese për jetë, në një farë mënyrë i lakmon të vdekurve. Dështimi i tina në ndonjë projekt, proces, hap të jetës së tij, ka rënë kurth shëbiktim e intrigave të shejtanit, njeriu në kader, kur mbështetet kaderit. Edhe kur pëson, dështon, s'ka sukses, kesh, në fakt depresioni kuptimin e plot të tij si depresion nuk është i plot përderisa mos ta humb shpresën për çdo gjë, madje edhe për jetës. Nuk është i plot. Anë pse mund të jetë më e rëndë. Por është në një shkallë shumë të lartë, kur njeriu çdo send që e shef zi, nuk shef bardh asgjë. Runa Zot edhe ardhen e tij në dynja, edhe të ardhmen e tina, edhe punët e tij, frytet e tij, rezultatet e tij, të gjitha e shef zi. Nuk ka fije shprese për jetë. Në një farë mënyrë i lakmon të vdekurve. Dhe runa Zot edhe shkon mendja për me bërë diçka të tillë. Krejt kjo, kape komplet, krejt këtu kape, qaj ceka dhe të tjera, krejt këtu e kanë një burim, që dohet në dy pjesë. Dështimi i tina në ndonjë projekt, proces, hap të jetës së tij, dhe nën be i ka nejt shejtani gati dhe i fryn. Derisa ka ra në grack, në kurth të shejtanit. Dhe lunë me te, sikurse kur e merr një panel apo letër shumë të hollë dhe e lëshon për ventilator atje dikon, edhe këtë që në lartë, ai vetë që frynë që ka era ndej, s'ka kur farë, peshe sën kapet kërkon. Apo thuj ndryshe, sikur se marrë njëri me qitë në një hapësirë krejt akull, për jo rrafsh, se rrafsh mund të nalet ndoshta, ose lëviz, a më nalet, por ku ka pak pjertësi dhe ai nuk din ma apo bjen me kry, apo bjen me shpinë, apo bjen me kam, as u nullet, as u në rinkam, as një pasditë se në nxen. Totalisht e ka veten jashtë kontrollit. Pra, është kurth e shejtanit. Ka rënë kurth shëbiktim e intrigave të shejtanit, nga mendja lehtësia e tina, nga pakujdesia e tina, nga sabri i dobët e tina, sabër s'ka, mbështetje Zotin nuk ka, besim kader nuk ka, shumë zbet, dhe ndodh vjen në atë gradë. Mirë. Krejt kjo ka ilaç. Veç kapi komplet të tap, fotenithas edhe gjujqët. Ka ilaç kjo punë. Ka ilaç kjo punë. Nuk a ka thot depresioni ilaç, po nuk ka smundje që nuk ka ilaç. Pejgamberi me hadith ka thënë sallallahu alaihi wasallam, Allahu i madhëruar, lam yakhluq da'an illa khalaqa lahu dawa'an illa da'an wahidan wa huwa al-haram. Nuk ka smundje që nuk ka ilaç. Që s'ka kryer Zot për të ilaç, përpos një smundje ajo është peqëria. Dhe ka thonë hadith, sallallahu alaihi wasallam, Allah kur ka kriju ilaçe, ka kriju smundjen. Fedha osibu da'at dawa bara bi'idhnillah. E kur ilaçi e godet smundjen, mjekohet me emrin e Allahut, shërohet me emrin e Allahut azza wa jall. Pra depresioni është një lloj smundje psiqike që ka ilaç. Për ilaçeve më të forta, më të suksesshme, më të shpejta, është më kthy në dinë të Zotit te bareke ve teala. Më kthy në dinë të Allahut. Namaz, Koran, mbështetje në Allahun, pajtim me kader të Allahut. Me kuptu emrat të Allahut, cilësitë të Allahut. Si fjala vije, mëshirën e tina. Thot, i kam humbur shpresat për jetë, a ishte aty? Po. Mirë. I përket besimtarit me humb shpresat, është cilësi e besimtarit, që është në raport me një Zotin tanë, është cilësi e besimtarit, humbja shpresave në jetë,
apo është cilësi e jo besimtarëve? Shikoj Kur'anin. E gjenë se është cilësi e jo besimtarëve. Besimtarët nuk i humbin shpresat në jetë, sepse kanë Zotin e jetës, Zotin e vdekjes, Zotin e kësaj bote, Zotin e botës tjetër. Shpresat tua, ardhmja jote, planet tua, kush i ka në dorë? I ka Zoti. Humbja shpresës në jetë është humbja shpresës në Zotin. O humbja shpresës në kadër të Allahut, dhe kjo është shumë keq është. Andaj ktheu te Zoti, në kuptim të plot fjalës, ktheu te Allahu, mbështetja e Allahut, leja kaderit të Zotit. Po njeriu në kader, kur mbështetet kaderit, edhe kur pëson, dështon, s'ka sukses, kesh. Edhe kur ka sukses kesh, edhe kur nuk ka sukses kesh. Dhe kur ka sukses kesh, thot elhamdulillah, kryej punë të mirë. Kur dështon, kesh thot ka një hajër këtu. Shkon të shtëpia ty kesh. Thot ka një hajër. Qyshe po kesh. Po kesh se unë mënovaj, mora se bepet, i pështeta Zotit, nuk ka së bëjë punë, pra, nuk ka një hajër. S'ka tjetër koment kja. Ose se ka në rëski jam. Në rëski në hujë se e marë. Dhe i qenë. Depresion nuk bën më ra, kemi të seksa sa herë besimtari. Nuk bën më ra. Sepse është shkallë e lartë, shumë e avancuar, e dëpsimit të imanit, e mos mbështetjes në Allahun. Vjen se njerëzit di që preken ndoshta, por çfarë lëvet vetëm besimtar me depresion. Qëre mërë historinë e burrave të mëdhej, pejgamberi gjithsesi burrave të mëdhej. Qëre mërë historinë e tyre. Njerëzit mëri dënojnë për shkatim, Ja vrasin gruan, fëmin, familjen krejt ja vrasin. Ja vrasin krejt. Që qëre që ato bëhet në lindje. E ja vret me shka ka krejt. Pa nuk vje depresion. Ja mërë jo. Thot, pas kanë pas e gjelin. Lëtë dalin, zemra kanë, por e gjelin pas kanë pas. Në luftën tonë. Sa njeri i ka humbë familjarët e vetë. Po nuk kanë ndonjë depresion. Kam nejtë me njerëz që kanë humbë antarët e familjes, që kanë humbë djalin e hasretit, e ka humbë gruan, ka me të fikall vete, por ai ka tregon të keshte. Sepse që fshtetën në Allahun e madhruar, ndërsa ata që ishin rreth atë qanin sa më.